Gjithë dhe faleminderit që keni marrë kohë nga koha juaj për të qenë këtu me ne sot, për të ndarë disa pikpamje tona dhe tuajat, duke pasur në qendër të diskutimit paqen fiskale. Paqja fiskale është një zotim i yni i fushatës elektorale dhe sot është ligj. Pavarësisht disa debateve të cilat nuk adresuan dot thelbin e kësaj nisme, ne sot jemi në kushtet kur duke filluar nga janari i vitit ardhshëm mund ta zbatojmë këtë nisëm. Është një nisëm në radhë parë për të ndërtuar një urë të re besimi dhe ndërveprimi të shëndetshëm mes administratës tatimore dhe sipërmarrjes. Nuk është një shpike e jona, vetë tokfjalçi paqe fiskale ka lindur në Romën e vjetër dhe është një instrument i përdorur me mira vjet tani më. Së dyti është një instrument për t'i dhënë mundësi të gjithë sipërmarrjeve që nuk janë në konflikt me ligjin natyrisht, që nuk janë në procese hetimore apo gjyqësore të natyrave të ndryshme dhe që figurojnë në regjistrat e shtetit si kontributor legjitim që të rishikojnë pasqyrat e tyre fiskale të viteve të shkuara. Ky rishikim jep mundësi sipërmarrjeve të korrigjohen, të vetë korrigjohen, duke ribër deklarimet e viteve të shkuara dhe duke pasur si motivim, si incentiv, një tatim shumë më të ulët mbi fitimin se sa tatimi që paguani rregullisht. Pra për çdo pasqyrë të korrigjuar, fitimi tatohet vetëm 5%. Kjo rrit formalizimin, nuk cënon integritetin ligjor të gjithë këtij ndërveprimi dhe ndihmon sigurisht një proces ku sipërmarrja fokusohet më shumë tek puna dhe tek sfidat e veta, pa pasur barrën e të metave, po i quajmë të shkuarës. Kjo shkon në paralel me një adresim të përgjithshëm të gjobave, të cilat sipas periudhave dhe sipas vjetërsisë tyre shkojnë nga fshirja totale tek pagimi përmes disa kësteve prap me lehtësira. Ashtu si kundër, sigurisht
Në themel, paqja fiskale ka marrëveshjen me sipërmarrjen mbi përcaktimin e tavanit të ri të fitimit, që do thotë që bazuar në një projekcion shkencor të fitimit, mbi fitimin e viteve të shkuara, plus mbi rritjen ekonomike të pritshme dhe mbi propozimin për të pranuar si fitim të vitit i shifër X, administrata dhe sipërmarrja bien dakord dhe nuk ka më asnjë lloj inspektimi, asnjë lloj kontrolli, asnjë lloj problematike administrative dhe burokratike që rëndon shpeshherë shumë më tepër se sa vetë bara fiskale. Kjo është në thelb, në mënyrë të përgjithshme e thënë, korniza e paqes fiskale, nga ku ne presim një energjizim të mëtejshëm të sipërmarrjes, nga ku ne presim një formalizim mëtejshëm të ekonomisë, dhe nga ku ne presim një lehtësim të mëtejshëm të proceseve të punës për sipërmarrjen, që duke u çliruar nga bara e këtyre të metave të sdjeshmes, por edhe duke u projektuar në të ardhmen me një marrëveshje mirëkuptimi me administratën, do të ketë shumë më tepër energji për të marrë me punën e vetë dhe për të mos konsumuar me procedura burokratike apo me inspektime dhe kontrole që kanë ngarkesën e tyre jo të vogël dhe shpeshherë dhe të rëndësishme për qetësinë dhe për psikologjinë e punës në sipërmarrje. Kjo është pak a shumë gjëja që është në themelin e kësaj nisme, ndërkohë që sigurisht për çfarëdo gjë tjetër që ju do të dëshironi të ngrini apo të pyesni, së bashku me të dy ministrat do përpiqemi t'ju japim përgjigje.